Një studim I kryer nga një grup specialistësh, të cilët merren me statistikat e lojtarëve në Serie A, ka rezultuar mjaft pozitiv për lojtarin e kombëtares shqiptare Erjon Bogdani. Studimi në fakt është marrë me rënditjen e lojtarëve në bazë të përqindjes së golave të realizuar në kampionat, në krahasim me rastet që janë krijuar përpara portave kundërshtare këtyre sulmuesve. Dhe sipas statistikave të nxjerra në të gjitha ndeshjet e deri tanishme të Serie A, rezulton se Bogdani rënditi I treti në raport mes pasimeve të marra dhe rasteve të shënuara me fanelen e skuadrës së Cezenës. 33 vjeçari shtatlart, I cili ka luajtur deri tani pak më shumë se sa 2000 minuta me këtë klub në këtë sezon të Serie A në 26 sfida, ku ka qenë herë titullar dhe herë ka nisur nga stoli, rënditet në vendin e tretë mes shumë emrave të njohur sulmuesish në Serie A, si Eto'o, Cavani, Di Vaio, Pato, Di Natale e të tjerë. Bogu ka lënë gjithashtu pas edhe emra të tjerë të shquar të sulmit në kampionatin italian, si Gilardino, Micoli, Vucinic, Cassano, Milito e të tjerë, të cilët sipas këtij studimi kanë një përqindje më të vogël mes pasimeve për gol që kanë marrë dhe konkretizimit të këtyre rasteve. Duhet thënë që me lojën në ndihmë të skuadrës, Bogdani cilësohet më tepër si një lojtar që punon për shokët e skuadrës dhe nuk shënon mjaftueshëm, duke u sakrifikuar më shumë nga sa duhet në duelet në mesfush. Duhet thënë gjithsesi se skuadra e tij Cezena për momentin ndodhet në vendin e parafundit në Serie A me 22 pikë.